Mirëmëngjes në hapësirën informative Shqipëria Sot. Unë jam Kasandra Pali dhe së bashku do t'jemi në minutat në vijim. Do të ndalemi në nisje të edicionit tek votat e diasporës. Do t'lidhem me kolegen Greta Bullari për të dhënat e deri tanishme. Sa flet janë administruar deri më tani. Të përshëndes, Greta. Cilat janë dhënat që ke mundur të sigurosh sa i takon burritjes së zarfeve nga diaspora në vendin tonë, ku duhet thënë që zarfet të burritura nga Greqia vijojnë të jetë në shifra të ulta? E vërtet, Kasandra, në fakt, këtu në Parkun Olimpik, aktualisht janë administruar 124.000 flet votimi nga diaspora në total, nga 85 shtetet të ndryshme të botës, ku numrin më të lartë e mban shteti i Italis me 63.000 flet votimi, të cilat ndodhen aktualisht në Parkun Olimpik. Dërsa sa i përket Greqisë, deri në këto momente kemi 23.000 flet votimi të cilat janë administruar, ku vetëm gjatë ditës së djeshme kanë mbërritur 6.000 flet votimi. Megjithatë, më duhet të theksoj se për te këtij numri që kanë mbërritur gjatë ditës së djeshme, shifrat në Greqi mbeten shqetësuese, duke marrë parasysh edhe numrin e lartë, po themi, të emigrantëve të regjistruar, i cili kap shifrën e 68.000-ve. Për këtë arsye, në fakt, në Greqi edhe kompania DL do të punojë me orë të zgjatura në mënyrë që shtetasit shqiptar të mund ta dorëzojnë fletën e votimit. Sa i përket ditës së sotme, nuk pritet të ketë mbërritje të fletëve të votimit. Ata do të grumbullohen në pikat e DL-s në Gjermani fillimisht dhe do të nisen gjatë ditës së nesërme për të mbërritur në territorin shqiptar. Për shteti i tretë me numrin më të lartë të fletëve të mbërritura është pikërisht Gjermania me 18.000, Shtetet e Bashkuara me 14.000 dhe Mbretëria e Bashkuar me 10.000 fletë votimi, të cilat janë aktualisht administruara në Parkun Olimpik në Tiranë. Ndërkohë, Greta, ka ardhur edhe një thirrje, duhet thënë fakt ditët e fundit, ka patur një thirrje nga ana e kryeministrit Edi Rama. Çfarë ka postuar ai sot në rrjetet sociale se i takon më tepër pjesëmarrjes dhe angazhimit të qytetarëve shqiptar nga Greqia kryesisht për të votuar? Është dita e tretë radhazi që kryesocialisti Edi Rama i bën thirrje emigrantëve për të shprehur vullnetin e tyre me votë dhe specifikisht atyre shqiptarëve të cilët jetojnë dhe punojnë në Greqi. Gjatë ditës së sotme kryesocialisti ka publikuar edhe listën e adresave të kompanisë postare të DHL-s dhe oraret e të zgjatura në të cilat ato do të punojnë, duke i bërë thirrje shtetasve shqiptar që të dorëzojnë fletët e tyre me zarfet e plotësuara në mënyrë që ato të arrijnë në kohë në Shqipëri dhe të gjithë ata emigrantë të cilët ende nuk e kanë tërhequr zarfin të paraqiten pranë zyrës postare më të afërt për ta tërhequr, pasi më duhet të theksoj, Kasandra, se nga 24.000 fletë votimi të pashpërndara, rreth 10.000 përkasin vetëm Greqisë. Kjo në fakt edhe për shkak të problematikave me adresave. Po ashtu zoti Rama i kërkoi shqiptarëve që të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës dhe të mos e humbasin, po themi, atë shans historik, sikundërse thot ai, për të ndikuar në politikbërjen e 4 viteve të ardhshme. Por ndërkohë, Partia Demokratike nga ana tjetër duket se është ankuar për këtë fluks pazakon të mbërritjes së zarfeve nga Greqia. Çfarë ke mundur të mësosh nga kjo ankesë e demokratëve? Një ditë pasi e cilësoj në fakt një fluks pozitiv ardhjen e fletëve të votimit nga diaspora, Partia Demokratike ka dorëzuar një ankesë sa i përket rastit specifik të Greqisë, duke sjellë në vëmendje faktin se për gjatë një jave në Tiranë janë administruar dhe 17.000 fletë votimi nga diaspora, ndërkohë që vetëm në një ditë, duke u referuar datës 4 maj, pra ditës së djeshme, kanë mbërritur 6.000 të tilla, duke pretenduar, po themi, edhe për parregullsi. Po ashtu, Partia Demokratike ka pretenduar apo ka hedhur akuza dhe në drejtim të kompanisë postare sa i përket mënyrës së shpërndarjes së këtyre fletëve të votimit, duke kërkuar në këtë mënyrë që e gjithë procedura në Greqi të përmirësohet në mënyrë që shtetasit shqiptar të mund të ushtrojnë të drejtën e votës.
Më duhet të theksoj dhe diçka të fundit, Kassandra, që ka të bëjë pikërisht me afatet. Do duhet që deri në datën 9 maj rekomandohet që gjithë shqiptarët të mund të dorëzojnë fletët e tyre në mënyrë që fleta e votimit të mbërrijë në kohë në Shqipëri, e cila do duhet që të mbërrijë deri në orën 19 të dielës së 11 majit, pasi çdo votë që vjen pas këtij orari nuk do të numërohet. E kuptoj. Të falenderoj Greta Bullari për këtë raportim të drejtë për drejtë. Vjojmë të shojmë të tjera zhvillime nga politika. Kryeministri Rama nga Lezhë vjoj replikat me Sali Berishën duke përdorur ironi për premtime dhe gafat e tij politika. I kërkoi votën për Partinë Socialiste si alternativën e vetme të qëndrueshme, ndërsa kritikoi dhe partitë e reja të cilat I krahasoi me një version të ri të LSI-s. Edi Rama vazhdoi debatin me Sali Berishën duke mbajtur sërish në qendër replikat për makinën e një këngëtari, I cili e shoqëroi edhe në mitingun përmbyllës në Lezhë. Noizi ka bë shumë albume, është këngëtar, po bufi çfarë këngë ka kënu që mori 6 milion, edhe I nisi për Amerikë për të heq nga veshi atë matrikullimin që I kanë vu atje. Edhe unë nuk e dija e hoqi as e hoqi, as nuk më intereson fare. Për para militantëve të cilët kishin mbushur sheshin kryesor të Lezhës, Rama nuk la pa ironizuar as Laçivitën, teksa paralajmëroi dhe skenarët e demokratëve, kur socialistët të fitojnë zgjedhjet. Latifi nuk dihet nga është, magjia me sa duket nuk po funksionon, bufi ka fillu historinë që po afrohen jo zgjedhjet, po afrohen vjedhjet. 11 ndarke do thot fitoria më madhështore, 12 paradite nuk do dali bufi, do dali tjetër, do thot mund të dali ky, Bari Falliu Junior, do thot fitoria është në kuti, numëroni me kujdes. 13 do dali bufi, do thot vjedhja më madhështore në historinë e Shqipërisë. Teksa kërkoi votën e qytetarëve për Partinë Socialiste si e vetmja alternativë që do të çojë vendin përpara. Një koment Rama e kishte edhe për partitë e reja, të cilat I krahason me ish-lëvizjen socialiste për integrim. Ata vetëm të ri nuk janë, ata janë të ri nga mosha, por nga menja, ata janë asgjë e re. Dhe janë thjesht riardhja në fush, ridalja në fush e farës keqe të LSI-s. E njëjta gjë. Ju kujtohet LSI-ja? LSI-ja ishte si kult. Këta janë laik, po janë njësoj. Partitë e vogla janë interesat vogla. Njerëzish me gojën e madhe, por me interesin e vogël. Nga Tropoja, Berisha nuk tha asnjë fjalë për 6 milion dollarët e lobimit, por nuk I deli nati me ish administratën e Biden për non gratën e tij dhe të familjes për të cilën po bën çdo përpjekje për ta hequr edhe pse pa rezultat. Sali Berisha nuk tha asnjë fjalë për kontratën e tij 6 milionçe, por në Tropoj, vendlinjen e tij dhe të patriotit shqiptaro-amerikan Nureddin Steçi vjoj sulmet ndaj ish administratës Biden për non gratën e tij dhe të familjes, të cilën po bën çdo përpjekje për ta hequr, edhe pse pa rezultat. Ai loboi dhe mendoi se lau duart me Sali Berishën duke firmosur shpalljen e tij non grata. Ai e bëri këtë gabim të madh. Gabimi I dytë I madh ishte se ai nuk u fut në Google të shifte Shkelzenin. Po të kish pa Shkelzenin mirë, do kuptonte që veprimi I tij mal në Shkelzenit, jo djalit. Berishës nuk I dele keqja jo vetëm me Blinken, por as me Ramën, për të cilin thotë se do të ketë të njëjtin fat si ish sekretari I shtetit. Ky është në koshën e plerave të historisë së vendit të tij. I padëshruar në të gjitha ndërtesat federative të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, I shpallur nga presidenti Donald Trump. Edi Rama, të jap fjalën
se do përfundosh më keq se ai. La Civita është dukur dhe tashmë çon vartësit e tij të dalin krah Berishës. Në Amerikë, socialistët u përpoqën të shkatrojnë Donald Trump, duke përdorur sistemin ligjor, por Donald Trump dhe populli amerikan nuk e lanë të ndodhte. Këtu në Shqipëri, socialistët po përpiqen të përdorin të njëjtin marifet dhe jam këtu për t'ju thënë se nuk do të kenë sukses as këtu. Sali Berisha u paraqit në SPAK në zbatim të masës sigurisë, por ish kryeministri i pandehur për korrupsion vazhdoi me akuzat ndaj prokurorisë së posaçme pikërisht në ditën kur pritet që gjykatet vendos nëse do të nis apo jo gjykimi për të. Do të lidhem direkt nga SPAK me kolegun Ermal Via. Ermal, të përshëndes, çfarë pritet sot në këtë seancë për Berishën? Ditën e sotme në fakt është parashikuar seanca paraprake për kalimin për gjykim të dosjes së privatizimit të ish kompleksit Partizani, ku i pandehur është marrë ish kryeministri Sali Berisha për akuzën e korrupsionit, dhe drejtia Mavro Maltezi për korrupsion dhe pastrim parash dhe 3 persona të tjerë. Nga ana tjetër, seanca e ditës së sotme është parashikuar të mbahet në 11:30 minuta, do të shohim në rast se do zhvillohet kjo seancë apo jo, pasi edhe në seancën e kaluar ka qenë një kërkesë e avokatëve të ish kryeministit Berisha për përjashtim të gjyqtares paraprake Flojera Davidi, çka bëri që kjo seancë të shtyhej për ditën e sotme. Do të shohim në rast se do të kemi një vendimmarrje, pasi kujtojmë që seanca paraprake është zvarritur për më shumë se 6 muaj këtu në gjykatën e posaçme në drejtim të ish kryeministit Berisha dhe personave të tjerë të marrë të pandehur për dosjen Partizani, ku në fakt shkak janë bërë kryesisht avokatët mbrojtës të personave të pandehur. Gjyqtarja paraprake Flojera Davidi do duhet të vendosë mbi kërkesën e prokurorisë së posaçme për kalimin për gjykim të kësaj dosje, që edhe pse kanë kaluar më shumë se 6 muaj, ligji parashikon që seanca paraprake të merret një vendim përfundimtar brenda harkut kohor të paktën 30 ditëve. Do të shohim se si do të zhvillohet seanca e sotme, që sikundër e përmend është një seancë e rëndësishme për kalimin apo jo për gjykim të kësaj dosje mbi kërkesën e prokurorëve të posaçëm. Për të ndalur pak së bashku Ermal edhe tek një tjetër zhvillim që vjen nga gjykata e posaçme, e cila ka lënë në qeli Florence Çapjen. Për çfarë akuzohet ai? Florence Çapja i është caktuar masa arrestit në burg, pasi më herët ndaj tij rëndonte kjo masë sigurie si i përfshirë në dosjen plumbiart, ku pas dëshmisë së Nureddin Dumanit, ky i fundit ka pretenduar se Florence Çapja i ka dhënë një shumë parash për të bërë ekzekutimin e Sokol Sanxhaktarit, dhëndrit të ish kryetarit të bashkisë së Elbasanit Qazim Sajdinit. Por nga ana tjetër ai ka mohuar këto akuza, e gjithashtu Florence Çapja është i dyshuar edhe për një tjetër ngjarje të rëndë, ku në fakt gjykata e shkallës së parë apo jo dhe apelit ka lënë ndaj tij dënim me burgpërjetë sa i takon vrasjes së babe bir Gentiane Nezir Beqirit, ngjarje që ndodhur në vitin 2012 në qytetin e Elbasanit. Edhe për këtë ngjarje Çapja ka mohuar akuzat si i përfshirë në këtë atentat të dyfisht, por nga ana tjetër gjykata edhe prokuroria pretendojnë se ai është një nga urdhëruesit sa i takon vrasjes së Gentiane Nezir Beqirit në vitin 2012, pasi sipas hetimeve ka rezultuar se Florence Çapja dyshonte se Gentian Beqiri ishte një nga autorët e vrasjes si të afërmit të tij në vitin 2005. E kuptoj, të falenderoj Ermal për këtë raportim të drejtë për drejtë. Një 28 vjeçar i cili ishte në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet spanjolle është arrestuar në aksin rrugor Vau Ideës Shkodër. I riu ishte në kërkim pasi gjykata e Barcelonës i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për kultivim të bimëve narkotike dhe vjedhje të energjisë elektrike. Pritet ekstradimi i 28 vjeçarit nga Shqipëria drejt Spanjës. Po ndiqni drejt përse drejti Shqipëria sot. Do ndalemi tani të flasim për ngjarjen e rëndë që ndodhi mesditën e së shtunës në Laç. Kam në një lidhje të drejtë për drejtë kolegun Gjergj Figuri, pasi ka mundur të marrë edhe më tepër të dhëna sa i takon të gjithë hetimeve që po vijojnë me ngjarjen tragjike që rezultoi me 1 viktimë dhe 4 të plagosur. Gjergj, të përshëndes, ti ke mundur që të sigurosh edhe një pjesë nga dëshmia që kanë dhënë të arrestuarit për këtë ngjarje të rëndë regjistruar në Laç. Po, siç e thatë edhe ju, në fakt
ajo që nisi si një incident i parëndësishëm me përkimin e 2 automjeteve ku udhëtorin në fakt 5 të rinjt përfundojnë me përdorimin e armëve duke shkaktuar 4 plagosur dhe mes tyre dhe një viktim krejt të re. Ajo që bëhet me dije në fakt edhe nga dëshmitë që kanë vënë 2 të arrestuarit, Daniel Gjeloshi dhe Klevis Ndreca, në fakt bëhet me dije se ka qenë një përplasje aksidenti lehtë ku pati një fërkim mes të 2 automjeteve dhe pas atij momenti në fakt janë lënë që të shkojnë me tutje dhe të sarohen. Duket se pikërisht në momentin që kanë bërritur për të saruar, situata ka agravuar mes tyre me debat dhe diskutime dhe në fakt nga ajo që ka dëshmuar, në fakt njëri prej autorëve që ka qelluar me armëzjarri Klevis Ndreca, i cili ka thënë se në momentin e përplasjes dhe ballafiqimit me ta, pata frikë dhe pash se kishin armë vete, e për këtë arsye nxora armën dhe qëllova ndaj 2 të rinjve të tjerë, konkretisht Daniel Gjeloshi dhe viktimes Geraldo Bitri. Në fakt, të njëjtën gjë ka bërë edhe Daniel Gjeloshi, i cili pas ka qelluar në ndërtim të 3 të rinjve të tjerë që ishin së bashku, konkretisht Klevis Ndreca, Leridon Ismaili dhe Amaril Dëndoj, duke shkëmbyer në këtë mënyrë edhe zjarr mes tyre. Në fakt, nga dëshmia që ka dhënë Daniel Gjeloshi, ka deklaruar se u dolla përballë një situate ku po përdorë armën dhe në vendmbrojtje sipër nxorra dhunë armën dhe qellova ndaj 3 të rinjve. Fatkeqësisht një nga plumbat i mori jetën pikërisht Geraldo Bitrit, duke lënë të plagosur rënd dhe humbi jetën një ditë më pas në spitalin e traumës në Tiranë. Por nga ana tjetër, në fakt prokuria tashmë po heton nëse mes të rinjve ka patur diçka më bashkë, apo është vetëm një rastësi e momentit, përplasja mes tyre që nisi nga një fërkim automjetesh dhe sigurisht të dyja palët kanë pranuar në fakt që ishte një konflikt i qastit që nisi për shkak të dëmtimit të pasqyrave të 2 automjeteve, por që në sarim e sipër situata ka agravuar mes tyre me përdorimin e armëve. Ajo që mbetet për hetuesit shqetësuese është fakti se si 2 të rinj kanë qenë të 2 të armatosur në momentin kur janë përballur mes tyre, pra të dyja palët kanë patur armëzjarre në vete dhe se po lëviznin nëpër qytetin e Kurbinit, gjë e cila më pas çoi edhe në plagosjen e 4 të rinjve dhe njëri për cilëve humbi jetën, por sigurisht edhe të një shitëse ambulante që ndollej pikërisht në vendin e gabuar, ndërkohë që ishin ndaluar të rinj për të saruar mes tyre. Duket se në fakt palët kanë shfaqur një pendes para të çfarë ka ndodhur, por të dyja kanë deklaruar se kanë qenë në një shok të momentit, nisur nga fakti që kanë parë armët dhe duke parë armët kanë reaguar njëkohësisht ndaj grupeve të njëri tjetrit, pikërisht nga frika që ata kanë ndjerë në momentin që kanë parë armët e zjarrit, por pritet sigurisht të merren sërish në pyetje për të parë nëse ka patur ndonjë moment tentative për të saruar vërtet një moment apo gjithçka pas momentet e parë ku bëhet fjalë për aksidentin e lehtë që ndodhi mes tyre, në fakt të rinj kanë shkuar të bindur se do të krijonin një përplasje mes tyre, por pa menduar se në fakt gjithçka do të kalonte çdo cak dhe do të vinte përdorimi i armëve. Tashmë sigurisht prokuria ka nisur një hetim të thellë, por edhe ka ngritur një akuzë ndaj 2 të rinjve që kanë të bëjë me atë të armëmbajtjes pa leje dhe plagosjes së rëndë në rrethanat cilësuese me pasojë vdekjen e një njeriu dhe sigurisht tashmë pritet që detyra të vijë edhe masa e sigurisë që do të vendoset nga gjykata e më pas për të vijuar më pas me të gjitha hetimet e mundshme për këtë rast, që fatkeqësisht pati një situatë të rëndë, le të themi, me plagosjen rënd të një personi i cili me pas humbi jetën, por edhe lat plagosur 4 persona të tjerë, të cilët fatmirësisht janë jashtë rrezikut për jetën. E kuptoj, të falenderoj Gjergj për këtë raportim të drejt për drejt. Ne do vjojmë të mbetemi po tek ngjarja e rëndë regjistruar mesditën e së shtunës, pasi të plagosurit e tjerë nga kjo ngjarje ndodhen në spitalin e traumës. Direkt nga trauma kam kolegen Joana Çallaku.
Gjoana, të përshëndes si paraqitet gjendja shëndetësore e të plagosurve të tjerë? Kassandra, edhe unë të përshëndes, 26 vjeçari Amarildo Ndoj vijon të jetë në gjendje të rëndë shëndetësore në spitalin e traumës. Ajo aktualisht pra ndodhet në reanimacion në Ajo aktualisht ndodhet në reanimacion në spitalin e traumës dhe po i kryen të gjitha ekzamenimet e duhura mjekësore, por pasi siç e kemi raportuar dhe më herët, pra gjatë ditës së sotme pritet që ti nënshtrohet dhe një ndërhyrje kirurgjikale. Duhet thënë në fakt që plagët më të mëdha i ka marrë pikërisht në pjesën e legenit dhe sipas burimeve brenda spitalit të traumës, edhe ndërhyrjen kirurgjikale do ta kryej pikërisht në këmbë. Ndërsa sa i takon gjendjes shëndetësore të tretë plagosurve të tjerë, Daniel Gjeloshi, Liridon Ismailaj dhe Angelina Gjezaj, fatmirësisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën, por ende ndodhen në spitalin e traumës në kujdesin e stafit mjekësor. E kuptoj, të falenderoj Gjoana për këtë raportim të drejtë për drejtë. Sot është 5 maj, dita e dëshmorëve, siç njihet edhe dita ku përkujtohen të rënët e Shqipërisë në qytetin e Durrësit, si çdo vit ka patur një ceremoni përkujtimore. Kam në një lidhje të drejtë për drejtë tani kolegu Leonida Musaj. Leonida, të përshëndes, si u zhvillua ceremonia përkujtimore në këtë 5 maj? Përshëndetje Kassandra, në fakt ndodhem pikërisht në mauzoleun dëshmorë të kombit tonë në qytetin e Durrësit, ku prehen rreth 160 dëshmorë të cilët të dhanë jetën për lirinë e atdheut. Dita e sotme është data 5 maj, përkujtimore në rastin e dëshmorëve. Kjo ceremoni nisi rreth orës 10 të paraditës së sotme, ku pushtetarë të pushtetit lokal këtu në qytetin e Durrësit, deputet të qarkut, por edhe familjar të dëshmorëve të atdheut ishin të pranishëm, ku vendosën edhe kurora me lule pikërisht në varrezat murale të cilat ndodhen pikërisht në mauzoleumin dëshmorë të kombit tonë në qytetin e Durrësit. Ishte një ditë jo e zakonshme për qytetin e Durrësit, pasi kjo është një ditë që vit pas viti këtu në qytetin bregdetar përkujtohet 5 maj, pra dita e dëshmorëve të kombit, ku rreth 160 martirë ndodhen pikërisht dhe prehen në varrezat murale të mauzoleumit, por në të gjithë Shqipërinë numërohen mbi 28.000 dëshmorë të cilët dhanë jetën për lirinë e atdheut. Për më tepër ndjek drejtorit të kulturës në Bashkinë e Durrësit, zotit Ardian Gurra. Mirë, Leonida, do të kemi mundësinë që ta ndjekim në edicionet në vim. Unë falenderoj për raportimin e drejtë për drejtë sa i takon të gjithë ceremonisë përkujtimore që është zhvilluar në ditën e dëshmorëve në qytetin e Durrësit. Ne do të shkojmë në një shkëputje fare të shkurtër dhe do rikthehemi sërish me Shqipëria sot. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Stina e pranverës ka aktivizuar alergjitë e stinës, rritja e temperaturave dhe rrezatimi diellor ka shkaktuar një fluks vizitash në qendrat shëndetësore të Elbasanit. Kam në një lidhje të drejtë për drejtë Edisona Skënderi. Edisona, të përshëndes, si është situata aktualisht nga alergjitë në Elbasan dhe çfarë thonë mjekët specialistë? Kjo përshëndes Kassandra, duket se situata ka filluar të bëhet më jemi zyrtarisht në stinë filluar edhe probleme të sa persona të cilët janë alergjik. Sipas mjekëve specialistë, numri i paraqitjeve ditore i kalon të 50-at në qyteteve të qytetit të Elbasanit, rreth 50 persona thuajse paraqiten çdo ditë për të marrë apo për të konsultuar me mjekët specialistë në poliklinikën e specialiteteve dhe pjesa më e madhe e tyre largohen me rekomandim për mjekim. Pasi duhet të kujtojmë që mos trajtimi i simptomave të alergjive mund të shkaktojë probleme të serioze në shëndetin e atyre personave të cilët vuajnë nga alergjitë. Mjekët këshillojnë në fakt që gjatë kësaj periudhe
të gjithë personat alergjik të tregohen të vëmendshëm, pasi mund të bie në kontakt edhe me virozat spinore dhe situata e tyre mund të bëhet më e komplikuar. Ndaj, fillimisht rekomandohet konsultimi me mjekët e familjes dhe më pas në rast se mjeku i familjes e rekomandon, qytetarët të paraqiten pranë mjekut specialist për trajtimin përkatës. Ritheksojmë edhe një herë, pasi siç e përsërisin edhe mjekët dhe mjekja të cilën ne e kemi pyetur, është shumë e rëndësishme që të bëhet një diferencë mes simptomave që shfaqen nga alergjitë e spinës dhe simptomave që shfaqen si pasojë e virozave. Por në të dyja rastet duhet konsult patjetër me mjekun për të shmangur komplikacione të mëtejshme. Mjekët këshillojnë në fakt, sidomos gjatë kësaj periudhe, po deri në përfundim të spinës së pranverës, që të gjithë ata qytetarë të cilët janë alergjik të shmangin qëndrimet në ato vende ku ka shumë gjelbërim apo ku ka edhe pemë të cilët mund të lëshojnë polena, të cilët mund të kthehen në shumë problematik për personat alergjik. Trajtimet për alergjin janë të mundshme dhe për ata personat të cilët e kapin në fazën fillestare, mjaftojnë vetëm pak ditë dhe të shërohen plotësisht nga alergjit. Për më tepër unë juftoj që të ndiqni edhe sinkronin që ne kemi marrë nga mjekja specialiste në Poliklinikën e Specialiteteve të Elbasanit, e cila ka disa këshilla për të gjitha ata persona që vuajnë nga alergjit, por gjithashtu edhe qytetarët të cilët mund të kenë problematika gjatë kësaj periudhe për shkak të situatës që është aktualisht. Sëmundjet alergjike të spinës janë 3 më kryesore, është astma bronkiale alergjike, rinitja alergjik dhe konjunktiviti alergjik. Janë sëmundje që gjatë periudhës së pranverës, ato rëndohen si rezultat i alergjive spinore. Rinitja alergjik ka të shtima, ka blokim të hundëve, sekrecione nazale dhe të kruarat. Dhe astma alergjike shoqërohet me koll, me dispne, me wheezing ose fishkëllima që i themi. Sëmundjet alergjike jo vetëm në Elbasan, por në të gjithë Shqipërinë dhe në të gjithë botën janë në rritje të sipër. Moshat e alergjive janë kryesisht moshat e reja. Fillojnë që nga fëmijët deri në moshën 20, 30, 40 vjeçare. Në përgjithësi, në të rësisë sëmundjet alergjike rëndohen nga ndotja. Dhe kjo është vënë re shumë në sëmundshmërinë që ne shikojmë çdo ditë. Mirë, Edison, ndoqëm kështu edhe fjalën e mjekës specialiste. Unë falenderoj për intervistën që ti ke kryer dhe për raportimin e drejt për drejt. Apolonia, qyteti antik i Ilirisë, është një nga parqet arkeologjike më të kërkuara për të vizituar. Kam në një lidhje të drejt për drejt kolegen Valbona Davidi. Valbona, të përshëndes, Apolonia është bërë tashmë pjesë e guidave turistike, cilët janë shtetasit që kanë më shumë interes për ta vizituar? Kryesisht janë të huajt, ashtu si kundër ka ndodhur gjatë viteve të fundit. Në fakt, Apolonia është një atrakcion i veçantë për të huajt, të cilët e vlerësojnë kulturën antike, qoftë rajonit, por edhe më gjerë në gjithë botën. Por ajo që mund të themi viteve fundit, në kohët e fundit, është se tashmë kemi edhe vendas, pra edhe turistët, vizitorët vendas, të cilët interesohen për historinë që reflektohet nëpërmjet monumenteve që duhet thënë se janë të pasura dhe të shumta në Apoloni, por edhe ikonike, sepse kemi të bëjmë me monumente të cilat janë shndërruar në ikonë të antikitetit në Shqipëri. Së fundmi, mësohet të paktën nga kontaktet që ne kemi patur në parkun arkeologjik nga vizitorët, se edhe nga shqiptarët e Kosovës janë tepër të interesuar për të vizituar parkun arkeologjik, madje sipas një mësuesi, këto vizitat në Apoloni janë përfshirë në guidat e shkollës. Pra në ato aktivitete kulturore që shkollat në Kosovë zhvillojnë në lidhje me orët përkatëse apo lëndët përkatëse që përfshin edhe kulturën edhe trashëgimin kulturore, kanë përfshirë edhe Apolonin si agent të vizitave që duhet të kryejnë nxënësi. Një moment i tillë në fakt është kapur ditën e djeshme në fundjavë pra në Apoloni, ku një numër i konsiderueshëm vizitorësh e vizituan parkun,
Ndërkohë që sa i takon guidave turistike, duhet thënë se ato janë tashmë të stabilizuara apo të konsoliduara sa i takon Apollonisë, mbetet për të parë ose mbetet për të vlerësuar dhe aplikuar Bylisi, parku arkeologjik i Bylisit, i cili deri tani nuk duket se po ecën në lidhje me ato që quhet përfshirja në guidat turistike, duke qenë se kemi të bëjmë edhe me një distancë më të largët nga qendra kryesore që është qyteti i Fierit. Ne kemi mundur të kontaktojmë një guid, pra një person i cili thyrë në aktivitetin e guidës turistike prej shumë vitesh, që është Denisa Golli, ndërkohë që gjithashtu kemi intervistuar edhe një mësues nga Kosova, i cili ka mbritur në Apolloni për të vizituar së bashku me nxënësit të parkun arkeologjik. Kur vinë në Shqipëri pse një shok kulturor. Çfarë do thotë? Shoku kulturor që pësohet në Shqipëri është që nga çfarë dëgjojnë nga brapa Shqipëri ose çfarë dëgjojnë nga jashtë Shqipërisë dhe çfarë marrin vesh në Shqipëri është komplet ndryshe. Pse? Sepse në Shqipëri kur vinë nuk e dinë se sa histori ka pas Shqipëria, sa histori të madhe ka Shqipëria, sa i lashtë si vend, sa sajte arkeologjike ka apo sa vende kulturore ka. Dhe kjo i bën ata ta shohin me një sy tjetër Shqipërinë. Këto lloj atraksionesh që ne kemi në një të ardhmen të caktuar, me promovim në dur, do të jenë storytelleri apo me thënë atë që është të bëjnë që Shqipëria të heci përpara me pjesën e turizmit. Çdo vit ka më shumë. Mirë, Valbona, kemi ndjekur kështu intervistën që ti ke kryer, unë falenderoj edhe për raportimin e drejt për drejt. Vjoj mëtej, me zhvillimet, një makineri e specializuar i është vënë në dispozicion liçenit të Shkodrës që do të bëjë të mundur pastrimin e ujrave të liçenit të Shkodrës. Do të lidhem me kolegun Simon Shkreli. Simon, të përshëndes, çfarë do të thotë ky investim për liçenin e Shkodrës, i cili duhet thënë që është dhe më i madhi në Ballkan? Një makineri e tillë e cila bën pastrimin edhe të bimësisë dhe kryesisht në pjesën fundore të liçenit të Shkodrës, aty ku edhe pjesa që dihet tashmë që është pjesa e Shirokës dhe nis edhe krijimi ose themi shtuburimi i lumit Bunën nga ajo pjesë, sidomos gjatë sezonit të verës, kur edhe ujrat e liçenit të Shkodrës bien, dalin në sipërfaqe edhe bimësia. Dhe kjo makineri bën edhe pastrimin e kësaj e tabanit të liçenit të Shkodrës nga bimësia, duke krijuar themi kështu ose themi kështu zgjatjen e jetës, sepse sipas specialistëve mungesa e këtij lloji pastrimi për shumë vite, për shumë dekada që ka ndodhur, mund ta rikthejë në një moment të caktuar, sidomos gjatë uljes së nivelit të ujrave, të bëj edhe knetizimi. Mirë, duket se kemi një vështirësi në komunikimin me kolegun Simon Shkreli, por sikundër mund të shohim edhe në këto pamje, është një makineri enkas për të pastruar kështu liçenin e Shkodrës, një ndërhyrje e specializuar, duhet thënë, duke i dhënë edhe një pamje krejt tjetër liçenit të Shkodrës. Po, Simon? Pra, kjo lloj makinerie bën pastrimin e tabanit të liçenit të Shkodrës, qoftë nga bimësia, qoftë edhe nga papastërtitë e ndryshme që mbledh liçeni i Shkodrës. Është një makinerie e cila është, themi kështu, e domosdoshme për këtë pjesë të liçenit. Më parë ka pasur ndërhyrje nga Bashkia e Shkodrës, Policia e Shtetit dhe IKMT-ja në pastrimin e liçenit të Shkodrës nga pinarët e vendosur për gjuetin e peshkut, dhe tashmë vijohet me këtë fazë. Mendoj se do i shërbej shumë mirë liçenit të Shkodrës, siç e thash pak më parë, me uljen e nivelit të ujrave në këtë pjesë të liçenit të Shkodrës, pjesa më e madhe e bimësisë del në sipërfaqe dhe krijon edhe një pamje jo shumë të këndshme. Dhe pastrimi i liçenit, i kësaj pjese të liçenit nga bimësia e bën edhe më atraktiv edhe më tërheqës liçenin e Shkodrës, i cili në këtë pjesë shpeshherë duket më shumë si moçal se sa si liçe, pavarësisht se është më i madhi në Ballkan.
Por ndërkohë, Simon, për këtë ka folur edhe kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Benet Beci dhe Agim Darda. Ndikim pak dhe fjalën e tyre. Projekti për zgjidhjen e problemeve mjedisore turistike të liçenit të Shkodrës e bani të mujtë zgjidhjen e pajiset për pastrimin e liçenit të Shkodrës. Kjo është një pajisje domosdoshme për që të kemi një turizëm sa më të qëndrueshëm në liçenin e Shkodrës dhe të kemi një pastërti duke mbrojtur edhe natyrën njëkohësisht. Besoj që do të jenë një pajisje që do i blejë brezave të dashëm që të kemi një liçen sa më të pastër dhe një mjedis sa më të pastër. Është edhe kjo frutë një bashkëpunimi shumë të mirë që patëm edhe me Agjencinë e Zonave të Mbrojtura. Besoj që është në atë kuadër, është në kuadër të vëmendjes së Bashkia e Shkodrës, ka për liçenin, ka për turizmin, ka për natyrën dhe besoj është në kohën e dur ardhe e kësaj makinerie. Sigurisht do të përpiqemi ta menaxhojmë sa më mirë që dhe impakti të jetë sa më i plot në liçen. Mirë, Simon, unë të falenderoj edhe për raportimin e drejt për drejt, se e takon kësaj ndërhyrje specializuar për pastrimin e urave të liçenit të Shkodrës. Ne kështu kemi ardhur në përfundim të hapësirës informative Shqipëria Sot. Të tjera zhvillime mund t'i ndiqni në faqen zyrtare abc.news.al, ABC News mund t'a ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë ndajemi këtu.